Bashkia e Imarës ka reaguar në lidhje me pretendimet e ngritura në media dhe në rrjetet sociale mbi praninë e ujrave të ndotur në zonën e Potamit nëpërmjet një statusi të shpërndarë në rrjetet sociale edhe nga kryebashkiaku Vangjel Tavo. Bashkia informon në opinionin publik se situata po ndiqet me vëmendje dhe seriozitet të plot nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Prej disa ditësh Bashkia e Imarë në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, Ministrinë e Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Task Force-ën e Agjencisë Kombëtare të Kanalizimeve, si dhe Task Force-ën për menaxhimin e sezonit turistik 2026, ndodhet në teren, duke monitoruar nga afër situatën. Në kuadër të këtyre verifikimeve janë marrë mostra për analizim nga institucionet kompetente me qëllim identifikimin e plot të fenomenit të raportuar dhe përcaktimin e masave të nevojshme për rikthimin e situatës në normalitet, thot Bashkia e Imarës. Deri në përfundimin e analizave dhe verifikimeve teknike, çdo informacion lidhur me shkaqet e këtij fenomeni mbetet në nivel pretendimi dhe nuk ekziston ende një konkluzion zyrtar nga institucionet përgjegjëse. Bashkia e Imarës sqaron se impjanti trajtimit të ujrave të ndotura që shërben për qytetin e Imarës është plotësisht funksional dhe vijon të operojë normalisht në përputhje me parametra teknik dhe standardet e përcaktuara për këtë kategori infrastrukture. Bazuar në monitorimet dhe të dhënat e disponuara, deri në këtë moment nuk është konstatuar asnjë problematik në funksionimin e impjantit që mund të lidhet me pretendimet e ngritura. Bashkia e Imarës siguron qytetarët dhe pushuesit si dhe bizneset turistike se situata po trajtohet me përgjegjësi të plotë institucionale dhe se çdo masë e nevojshme do të ndërmerret menjëherë pas daljes së rezultateve të analizave dhe rekomandimeve të strukturave teknike përgjegjëse. Bashkia e Imarës thuhet në deklarat do të vijojë të informojë publikun me transparencë të plotë mbi çdo zhvillim të mëtejshëm lidhur me këtë çështje. Ruajtja e cilësisë ujrave detare, mbrojtja e mjedisit dhe garantimi i sigurisë së pushuesve mbeten prioritete absolute për Bashkinë e Imarës dhe institucionet e përfshira në monitorimin dhe mbarvajtjen e sezonit turistik 2026, përfundon deklarata.